Pas më shumë se 2 javësh, Partia Demokratike i dha fund bojkotit, duke u rikthyer në parlament. Por seanca nuk nisi e qetë. Shkaku bë reforma territoriale, me Partinë Socialiste që kërkon të kapë afatet e korrikut, ndërsa nga ana tjetër Partia Demokratike e cilëson si një projekt shpopullimi. Në mbështetje të përpjekjeve tona për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, ne morëm pjesë në 2 grupet e ngritura për këto reforma themelore. Edi Rama tërhiqet de facto nga reforma territoriale dhe mbyll procesin duke vazhduar projektin e tij të shpopullimit të plot të mëtejshëm të Shqipërisë. Kreu i grupit parlamentar të PS-s Taulant Balla u shpreh se ikje dhe ardhjet e opozitës, po sillin vetëm vonesa. Megjithatë, ai sqaroi se në seancën e radhës do të prezantohet raporti dhe jo ligji i ndryshuar. Ju e keni parlamentin si shkollë nate, vini kur ju teket, ikni kur ju teket, po këtu ka një proces. Sillni ju raportin tuaj, Zoti Mazniku dhe deputetët e Partisë Socialiste të sillin raportin e tyre, dhe gjithë e dim që nuk ka në datë 23 nuk do të ketë një votim. Edhe ndryshimi i rendit të ditës solli debate mes palëve, me opozitën që akuzoi kryeparlamentarin Peleshi për sjellje me 2 standarde. Do mbetesh në historinë e këtij vendi si vasali më i shpifur i Edi Ramës. Zoti Berisha, ju lutem mos të i kaloni etikën parlamentare. Mos përdorni epitete, do t'ju ndërpres sa herë që ju të shkelni rregulloren dhe madje do të marrë edhe masat sipas rregullores. Më herët gjatë ditës, përpara nisjes së seancës, deputetët u pritën me protesta nga një grup qytetarësh.